Sepse zoti Memli Krasniqi dhe të gjithë të tjerët, të cilët kanë qenë opozitë deri djeshme, e din fare mirë procedurat e kësaj situate. Nëse ata dojnë me të vërtetë me testu a i ka 61 numra për qeverinë, se aty fillon opozitarizme dhe pozita. Jo në kuvend ku kanë bloku. Tashta nuk po lejojnë realisht një drejt kushtetuese që ja ka dhonë dhe nuk ka për të saj ku del. Vetëvendosja me plot drejt e ka me nominu kandon. Amo bashkë kandon prej 48 deputetëve. A ju pëlqej frizura e zonjës Haxhiu, apo Kmisha, apo diçka tjetër që juja? Pse Albulena Haxhiu gjithë? E pse jo? A jap ti mundit pse jo? A dikush të na filla? 28 deputeta, mund të ketë një tjetër? E mendoni ju që, veç ta thamë këto, prej fillimit, a mendoni ju për një mend që kanë tek ish vendos, më bashkë kanë tek ish vendos ditën e parë, kur u kuptu që s'po e qesin Limajn. Pra, s'ka marrëveshje. Kanë të kishtë të qitë kretja që votu kunder. Për të kishtë lypë marrëveshje. Ka bëjt të lutë. E provume për baltos emrin e Albulena Haxhiu, të menoj që është ma e tërshmja për neve në studio, mas pari një zojë cila është votu, ajo ka morë vota, cikuja me votu. Ja posin i farmjën i farmjën. Ajo zoja ka qenë ministre, ajo zoja tha prej fillim të është vetëvendosja. Prandaj në qofë se vetëvendosja duhet krenohet me dikanë Këtë drenori, bëjmë kur farë për ullje për shtrojpytje. Për shtrojpytje, logikën e asaj që është ndodhë, të marë. Se du të hikë. Bëjmë për ullje, këtë studios për bëjmë kur farë për ullje. Spari, malok. Shkurt. Unë e thash fillim. Për cilë numra e ke fjallën? Numrat me votu mi marë 61. Për krytarët kuvendit. Po ata e kanë krytarën e kuvendit, opozita deri djeshme, vis lodhët për bëdi amla, se s'munët me dali asaj. Se akt vendimi gjykatës kushtetuse, vis një drejt e ka dhotë, nuk e ka dhotë dy. Ja ka dhonë, dërsa sa i përket qeverisë. Ase këta me të vërtet e kanë dërmend, ose me nasun zjedhe, ose me bo vetë qeverin, urna, le të kalojmë këtë fazë. Se e është një demokratike e Kosovës. Se mund të vazhdojmë debati këshu. A ka ndodhë për posë në 2021, një pytja, a ka ndodhë në dhe në 2021, u zhjith kretari kuvendit, pa koalicion. Ma të regoni rast unë e ministrë. Qa ka të qo? Duhet pa tjetër. Se duhet unë me Nëse kini na i farhollë që duhet me shtu na i parti tjetër me qume vetëvendosjen, ushtë drejt e juja mund të mandat pozicion. Po vetëvendosjen me nomë shkurt, ja ka të që kjo i ka punë këtë deregje. Dakor. Albinot, art edhe drenori. Unë e kam një farhollë. Ndimasia ka punë këtë deregje. Unë e kundërshtoj qëndrim zoti drenori për faktin që në... Po për të kundërshtuar, jo në tha që ju po në nëqmoni figurën zonës Haxhiu. Nuk besoj që po e bëjmë, përshtrojmë pyetje edhe logjinë në kontekst situatës. Unë personalisht nuk e pranoj atë lloj mendimi, për arsye sepse ajo është një zonë ndërruar, ajo është një zonë, një nanë, një gruan, etj. Pra, ka vlerat e veta politike edhe familjare. Edhe këtë nëse marrim përsipër dhe nuk është puna jona. Nuk është emri i saj, po s'pe bëjmë dhe s'kemi drejt me e bë. Nuk është faja e saj. Zanafilla e skenareve të kurtit, performimi i qeverisë ka ngecë kur i është kthyer mbrapsht me përplasje nga fytyra nga kërkesa që është bërë lidhjes LDK-s pra për pas koalicion të madh. Aty i ka filluar, i ka ngatruar skenaret. Skenari 2 te Limaj tentoi të kalojë shumë shpejt dhe ai aty ngeci dhe tash zoti Kurti është tu e ble kohën. Blen kohën. Për kohë çka më bëmë. Po nuk i lot atij për mira votuesit. A moj me ta shtu? I lot për mira votuesit, jo. Aja koma është kryeministër në detyrë. Normal. Shumë mirë, këtu ki drejt. Dhe tani ka fituar zgjedhjet me 43, me 22 ka me një tjetër. Dhe tani u dolu mot. Ai që ka qeverisë ka të vjetë është dolu mot. Bravo, i lumë. Rrugën po e merë, ne nuk kemi në studio nuk kemi arë me folë si militant. Me pas në anë, sa ju për një supethan, jo si militant. Dhe në këto raste... Kush e lu në rolin e militantit?
Po, në disa raste po i thellë në rolin e militantit. Unë po e tham sepse zoti Kurti ka përgjegjësi politike, shoqërore, juridike. Militant ju, unë është drejtë jotja. Profesor, pritet e KSD derisa Serbia jam të kritiku sonte, se këtë janë përgjegjës. Nuk mundemi. Është drejtë juja, Nuk mundemi nuk mundemi të mbështesim qëndrimet që janë jo demokratike. Vazhdoj logjikën se tjerë kanë qëndrim. Tjetra është kryesori është që ne duhet, për shembull, shoqëria në tërësi duhet kërkoj llogari ndaj atyre që kemi